Kryesisht në punën tonë, e cila fillon në orën 7:30, ne monitorojmë hyrjen e nxënësve në shkollë, njihemi dhe me prindrit në këtë mënyrë. Në mëngjes bëhet mbledhja e celularëve nga mësuesit kujdestar. Unë kaloj nëpër klasa më pas dhe pyes nëse janë dorëzuar të gjithë celularët. Faleminderit. Oficeri i sigurisë monitoron ambientet e shkollës gjatë ditës, si korridore, palestra, obori i shkollës në pushimin e madh dhe perimetrin jashtë shkollës. Falë bashkëpunimit të Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Arsimit, jemi trajnuar mbi çështjet dhe sigurinë e nxënësve nëpër shkollat. Ne kemi edhe suportin e patrullës së policisë së shtetit dhe policisë bashkiake, të cilat të dyja monitorojnë mbarvajtjen e procesit të fillimit të mësimit dhe perimetrit të shkollës. Besoj vërtet se roli i oficerit të sigurisë në shkolla ka sjellë ndryshime dhe jo vetëm në monitorim, por dhe në parandalimin e incidenteve dhe situatave të rrezikshme.